Përshkallëzohen protestat në Iran, një i vdekur dhe 10 plagosur në përreshjet me forcat e sigurisë. Përreshjet midis protestuesve dhe forcave të sigurisë përthyen në Iranin jugperëndimor, raportoi agjencia e lajmeve Farsi në ditën e 5 të protestave të përqendruar në këtë çështje në disa qytete në të gjithë vendin. Disa protestues filluan të hedhin gur në ndërtesat administrative në qytet, duke përfshirë zyrën e guvernatorit Xhamin, fondacionin dëshmore Bashkinë, bankat, përpara se të niseshin drejt zyrës guvernatorit, raportoi Farsi, duke shtuar se policia përdori gaz lotësie dhe një numër të panjohësh u plagosën. Në Lordegan është një qytet 40.000 banor i vendosur 650 km larg Teheranit. Një burr u vra në Iran të dielën vonë, raportoi televizioni shtetëror, vdekja e parë regjistruar pas ditësh të demonstratave të përqendruar në inflacionin e lartë dhe saktësinë e të dhënave, dhe kjo konsiderohet si një nga demonstratat më të mëdha që nga protestat që tundritën vendin 3 vjet më parë. Media shtetërore raportuan të dielën se burri i vrarë ishte antar i milicisë paraushtarake Basil, e cila është vendosur për shtypur protestat, duke identifikuar atë me 21 vjeçarin Amir Hosham Kodajari Far.